Kurrë mos hani hudhra nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Hudhra ka një larmi të efekteve shëndetësore për trupin e njeriut. Përveç promovimit të tretjes dhe sterilitetit, hudhra ka efekte të forta në rregullimin e lipideve të gjakut, uljen e niveleve të kolesterolit, antikoagulimit, frenimin e qelizave të dëmshme, uljen e niveleve të sheqerit, mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë, forcimin e sistemit imunitar e të tjera. Edhe pse hudhra është ushqyese dhe shumë e shëndetshme për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Në përgjithësi, ekzistojnë disa grupe të njerëzve të cilët nuk duhet ta konsumojnë hudhrën, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet e tyre shëndetësore. Sipas Healthline në këtë video, do të rëndisim rastet kur hudhra nuk duhet të konsumohet pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse jeni një person që keni probleme dhe vuani nga sëmundjet e mëlçisë, tregoni të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Shumë njerëz i kishin zakonet të hanin hudhër për të parandaluar komplikacionet e hepatitit, sidoqoftë një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për personat me hepatit. Kjo është për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt në viruse të tilla dhe përkundrazi disa komponentë hudhrës mandjet mund të stimulojnë stomakun dhe zorrët, të pengojnë sekretimin e lëngu-tretës në traktin e zorëve, duke rritur kështu simptomat e personave me hepatit si për shembull të vjellat. Për më tepër, përbërësit e paqëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës në gjak, duke çuar në anemi, e cila nuk është e favorshme për trajtimin e hepatitit. Personat të cilët vuajnë nga diarreja nuk duhet të konsumojnë hudhër. Nëse njerëzit vuajnë ose kanë shqetësime enteritio-bakterial ose diarre, ata nuk duhet të hanë hudhër. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë të hanë hudhër, aroma pikante e saj do të stimulojë zorrët dhe më pas do të çojë në hiperemi të mukozës së zorrës, do të përkeçohet edema duke e bërë kështu edhe sëmundjen më të rëndë. Grupi tjetër të cilët nuk duhet të konsumojë hudhër, sidomos duke e tepruar me atë, janë personat me sëmundje të syrit. Njerëzit të cilët do vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjunktiviteti dhe sëmundje të tjera të syve duhet të hanë sa më pak hudhër në dietën e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumi afatgjatë i saj në sasi të madhe dëmton mëlçinë dhe syt. Përndryshe, me kalimin e kohës ajo mund të çojë në shumë simptoma serioze siç janë shikimi i dobët, tringëllima në vesh, humbje të kujtesës e të tjera. Përveç se duhet të hamë më pak hudhër, ato gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasur me vitaminën A, vitaminën B1, riboflavin, siç janë mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti, karrota, domatet e të tjera. Personat me sëmundje të rënda nuk duhet të konsumojnë hudhra. Në përgjithësi, të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm për të ruajtur shëndetin e tyre afatgjatë, ndërsa për personat që janë të sëmurë rënd dhe janë në kujdesin mjekësor, ngrënia e hudhrës do të sillte efekte anësore të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentët që përmban hudhra jo vetëm që do të ndikojnë në efektin e ilaçeve tuaja, por gjithashtu mund të nxisin edhe reagime zinxhir me ilaçet, e pastaj të përkeçojnë më shumë gjendjen tuaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, sipas ekspertëve të Healthline, e keni të ndaluar të konsumoni hudhrën, pasi mund të ndërveprojë edhe me medikamentet tuaja dhe të shkaktojë gjithashtu edhe komplikacione të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Konsumi i hudhrës në sasi të tepërta mund të sjellë dëmtime të mëlçisë në mënyrë që të shkaktojë edhe komplikacione të saj. Konsumi i hudhrës në sasi të mëdha dëmton mëlçinë duke shkaktuar toksicitet të saj. Konsumi i sasive të tepërta të hudhrës mund të sjellë erë të keqe. Një sasi e madhe hudhrës në dietën tuaj mund të çojë jo vetëm në erë të keqe të gojës, por edhe në erë të keqe të gjithë trupit. Arsyeja kryesore është përbërja e sqyfurit dhe pranishme të hudhra, e cila ndihmon në sasi të vogël dhe luan një rol të madh në shëndetin oral. Përkundrazi, në teprit ka efekte të kundërta në organizmin tuaj, citoi studimi.
Përfshirja e hudhrës në sasi tepër të madhe në dietën tuaj mund të shkaktojë nauze, diarre, të vjedha dhe probleme me urthin. Sipas uluntimeve, konsumi i hudhrës së freskët, ekstraktit të hudhrës ose vajit të hudhrës me stomakun bosh, mund të shkaktojë nauze, të vjedha, diarre, urth, madje edhe probleme të refluksit. Prandaj sigurohuni që hudhrën kur doni ta konsumoni, të mos e teproni me sasinë që konsumoni gjatë ditës, që vlerat e saj të mos kthehen në dëme të shëndetit tuaj. Hudhra e tepërt mund të përkeçojë gjakderdhjen. Hudhra është një ollues natyral i gjakut, duke parandaluar formimin e mpiksjeve dhe përrjedhoj ndihmon në ruajtjen e shëndetit të sistemeve tona kardiovaskulare. Ky avantazh mund të kthehet në një dizavantazh te njerëzit që tashmë marrin ilaçe antikoagulante. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet të ndalohet konsumi i hudhrës, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në përkeçësimin e shëndetit tuaj. Nëse doni që të mos e teproni me konsumin e hudhrës, përpiquni ta keni pjesë të dietave tuaja brenda normave të lejuara. Kështu vlerat e saj në organizëm do të jenë më të plota, më të shëndetshme dhe gjithashtu do të lehtësoni komplikacionet. Teprimi me hudhrën mund të shkaktojë hipotension ose edhe probleme të presionit të ulët të gjakut. Konsumi i rregullt i hudhrës është gjetur se është i dobishëm në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut, duke reduktuar kështu riskun e hipertensionit ose presionit të lartë të gjakut, të enëve të gjakut, që sigurojnë qarkullimin e duhur të gjakut në organizëm. Ky avantazh i hudhrës mund të kthehet në një dizavantazh kur konsumohet në sasi të tepërta, pasi që mund të ulë presionin tuaj të gjakut në nivele të dëmshme duke krijuar kështu hipotension ose presion të ulët të gjakut, me simptoma shoqëruese siç mund të jenë lodhje, marramendje të përziera, shikim i turbull e të tjera. Konsumi i tepërt i hudhrës në sasi tepër të mëdha mund të sjellë edhe në djersitje. Një sasi e madhe e hudhrës mund të shkaktojë djerse të tepërta, edhe pse nuk ka asgjë të keqe me djersitjen, pasi është mekanizmi i trupit për të hequr qafe toksinat dhe për të ulur edhe ujin e tepërt, duhet të rregullohet edhe kështu temperatura e tij. Djersa e tepërt nuk është e këndshme për askënd dhe ajo me erë të keqe mund të përbëjë një faktor pengues edhe në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Hudhra e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë irritime të lëkurës. Aplikimi lokal i hudhrës është gjetur të jetë i dobishëm për lëkurën pasi ndihmon në mbajtjen e saj të butë me shkëlqim dhe mbron atë nga dëmet e oksidimit të shkaktuar nga radikalet e lira, duke reduktuar kështu shenjat e parakohshme të plakjes. Megjithatë, duhet të theksohet se kontakti i zgjatur i hudhrës me lëkurën mundet të shkaktojë acarime, skuqje, ekzema dhe kryesisht edhe probleme të ndryshme të saj. Konsumi i tepërt i hudhrës mund të sjellë edhe dhimbje të forta të kokës. Hudhra, veçanërisht kur hahet e papërpunuar, mund të shkaktojë migren. Edhe pse nuk shkakton drejt për së drejti dhimbje koke, ai aktivizon procesin përgjegjës për të. Edhe pse arsyeja e saktë është e paqartë, disa ekspertë besojnë se mund të jetë e përfshirë në nervin trigeminal. Gjithashtu ato mund të japin përfitime të duhura për mbrojtjen e organizmit. Është e rëndësishme të mos teprohet me hudhrë, të konsumohet si duhet brenda normës së lejuar dhe gjithashtu, nëse doni ta bëni pjesë të dietave tuaja, konsumoheni në sasi minimale dhe asesi në këto raste. Hudhra është një produkt fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj, por këto gabime duhet të evitohen në mënyrë që të mos ketë efekte negative në mbrojtjen e shëndetit dhe të mos e rëndojë më shumë atë. Përpiquni të konsumoni hudhra të freskëta brenda sasive ditore minimale dhe kështu ndikimet e tyre në organizëm do të jenë të plota në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse jeni një person që konsumoni hudhra dhe i keni qef vlerat e tyre, atëherë 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, por në këto raste shëndetësore është më mirë të evitoni konsumin e saj për sa kohë dihet sa do po ndikojnë negativisht në çështjen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.